Data 4 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 8. Kini kujdes të zbatoni në praktik të gjitha urdhërimet që po ju jap sot, me qëllim që të jetoni, të shumëzoheni dhe të pushtoni vendin që Zoti u betua t'u jap etërve tuaj. Kujto gjithë rrugën që Zoti, Perëndia yt, të ka bërë të përshkosh në këta 40 vjet në shkretëtir, që ti të ulësh kokën dhe të vihesh në provë për të ditur çfarë kishte në zemrën tënde dhe nëse do të respektoj apo jo urdhërimet e tij. Kështu pra ai të bëri të ulësh kokën, të provosh urinë, pastaj të ka ushqyer me mana që ti nuk e njihje dhe as etrit e tu se kishin njohur kurrë, me qëllim që ti të kuptosh se njeriu nuk rron vetëm me bukë, por rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Petkat e tua nuk të janë konsumuar mbi trup dhe këmba jote nuk është enjtur gjatë këtyre 40 viteve. Prano pra në zemrën tënde se ashtu si njeriu korrigjon birin e vet, ashtu Zoti Perëndia yt të korrigjon ty. Prandaj zbato urdhërimet e Perëndisë të Zotit tënd, duke ecur në rrugët e tij dhe duke ja pasur frikën, sepse Zoti Perëndia yt po të bën të hysh në një vend të mirë, një vend me rrjedha uje me burime që dalin nga luginat dhe nga malet, një vend me grur dhe elb, me vreshta, me fiq dhe sheg, një vend me ullinj që japin vaj dhe me mjalt, një vend ku do të hash bukë sa të duash, ku nuk do të mungoj kurrë, një vend ku gurët janë hekur dhe ku do të rromosh bakër nga malet. Do të hash pra dhe do të ngopesh dhe do të bekosh Zotin Perëndin tënd për shkak të vendit të bukur që të ka dhënë. Ruhu mirë të mos harrosh Zotin Perëndin tënd, duke shtuar për të mos zbatuar urdhërimet e tij, dekretet e tij, statutet e tij që sot do të jap. E të mos ndodh që pasi të kesh ngrënë derisa të ngopesh dhe të kesh ndërtuar dhe banuar në shtëpi të bukura, pasi të kesh parë të shtohet bagtia jote e trashë dhe imet, të shtohet argjendi dhe ari yt dhe të rriten tërë të mirat e tua, zemra jote të lartohet dhe ti të harrosh Zotin Perëndin tënd që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që të ka sjellë nëpër këtë shkretëtir të madhe dhe të tmerrshme, vend gjarpërish flakërues dhe akrepash, tokë e thatë pa ujë, që nxori ujë për ty nga shkëmbin shumë të fortë, dhe që në shkretëtir të ka ushqyer me manë, të cilën etrit e tu nuk e njihnin, për të përulur dhe për të vënë në provë dhe së fundi për të bërë të mirë. Ruhu pra të thuash në zemrën tënde, forca ime dhe fuqia e dorës sime mi kanë siguruar këto pasuri, por kujto Zotin Perëndin tënd, sepse ai të jep forcën për të fituar pasuri, për të ruajtur beslidhjen për të cilin ai u betua etërve të tu, ashtu siç është në fuqi sot. Por në qoftë se ti harron Zotin Perëndin tënd, për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për të shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, unë sot shpall solemnisht para jush se do të vdisni me siguri. Do të vdisni si kombet që Zoti zhduk para jush, sepse nuk e keni dëgjuar zërin e Zotit Perëndis tuaj. Psalmi 91. Kush banon në strehën e shumë të lartit, pushon në hijen e të plotfuqishmit. Unë i them Zotit, ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia im të cilit i besoj. Me siguri ai do të çlirojë nga laku i gjuetarit të shpendëve dhe nga murtaja vdekjeprurse. Ai do të mbulojë me pendët e tij dhe do të gjesh strehën në krahët e tij. Besnikëria e tij do të shërbejë si mburojë dhe parzmore. Ti nuk do të kesh frikë nga tmerri i natës, as nga shigjeta që fluturon ditën, as nga murtaja që endet në terr, as nga shfarosja që bën kërdin në mesditë. 1.000 do të bie në krahun tënd dhe 10.000 në të djathtën tënde, por ty nuk do të afrohet. Mjafton që ti të këshyresh me sytë e tu dhe të shikosh shpërblimin e të pabesve. Duke qenë se ke thënë, o Zot, ti je streha ime dhe ke bërë shumë të lartin strehën tënde, nuk do të gjej asnjë e keqe, asnjë plag nuk do t'i afrohet çadrës sate. Sepse ai do të urdhëroj ëngjët e tij të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Ata do të mbajnë në duart e tyre me qëllim që këmba jote të mos pengohet nga ndonjë gur. Ti do të ecësh mbi luanin dhe gjarprin helmues, do të shkelësh luanin e vogël dhe kuçetrën. Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi. Do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj. Do ta ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim. Isaia, kapitulli 36. Në vitin e 14 të mbretit Ezekia,
ndodhi që Senakeribi, mbreti i Asirisë, doli kundër qyteteve të fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. Mbreti i Asirisë dërgoi Rabshakehun nga Lakishi në Jeruzalem te mbreti Ezekia me një ushtri të madhe. Ai u ndal pran ujësjellësit të hauzit të sipërm në rrugën e Arës së Larsit. Atëherë Eliakimi, biri Hilkiahut, prefekti i pallatit, Shebna sekretari dhe Joahu, biri i Asafit, arkivisti, shkuan tek ai. Rabshakehu u tha atyre: "I thoni Ezekias, kështu thot mbreti i madh, mbreti i Asirisë, ku mbështetet besimi që ke? Unë them se këshill dhe forcë për të bërë luftën nuk janë vetëm fjalë goje. Tani që je rebeluar kundër meje, te kush ke besim ti? Ja, ti ke besim në përkrahjen e këtij kallami të thyer që është Egjipti, që pret dorën e atij që mbështetet mbi të dhe e shpon. I tillë është pikërisht faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. Në rast se pastaj më thuaj, ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë, a nuk është vallë po ai që Ezekia ka hequr nga vendet e larta dhe nga altarët, duke u thënë Judës dhe Jeruzalemit, ju do të adhuroni vetëm para këtij altari? Tani pra, vër një bast me zotërin tim, mbretin e Asirisë. Unë do të jap 2000 kuaj në qoftë se ti je në gjendje të sigurosh kalorësit që i hipin. Si do të mundje të sprapsësh një kapiten të vetëm midis shërbëtorëve më të vegjël të zotërisë tim? Por ti ke besim se Egjipti do të jap sherrë dhe kalorës. Dhe tani ja ka marrë vallë kundër këtij vendi pa vullnetin e Zotit për ta shkatëruar? Zoti më ka thënë: dil kundër këtij vendi dhe shkatërroje." Atëherë Eliakimi, Shebna dhe Joahu i than Rabshakehut: "Foli pra shërbëtorëve të tu në gjuhën aramaike, sepse ne e kuptojmë, por mos na fol në gjuhën hebraike, në mënyrë që ta dëgjoj populli që është mbi muret." Por Rabshakehu u përgjigj: "Zotëria im vallë më ka dërguar t'i them këto fjalë zotërisë tënde dhe ty, dhe jo pikërisht njerëzve që ndodhen mbi muret të katandisur të hanja shqitet e tyre dhe të pinë urinën e tyre bashkë me ju?" Atëherë Rabshakehu u ngrit më këmbë dhe përtiti me zë të lartë në gjuhën hebraike, duke thënë: "Dëgjoni fjalët e mbretit të madh, të mbretit të Asirisë. Kështu thot mbreti: të mos ju mashtroj Ezekia, sepse ai nuk mund t'ju çlirojë nga duart e mia, as t'ju bëj Ezekia që të vendosni besimin tuaj te Zoti, duke thënë: me siguri Zoti do të na çlirojë. Ky qytet nuk do të jepet në duart e mbretit të Asirisë. Mos dëgjoni Ezekian, sepse kështu thot mbreti i Asirisë: bëni paqe me mua dhe dorëzohuni, dhe secili për ju do të mund të haj frytet e vreshtit të tij dhe të fikut të tij, dhe secili do të mund të pi ujin e sternës së tij. Derisa të vi unë për t'ju quar një vend të ngjashëm me tuajin, në një vend gruri dhe mushti, në një vend buke dhe vreshtash. Të mos ju mashtroj Ezekia duke thënë: Zoti do të na çlirojë. A ka mundur në një prej perendive të kombeve të çliroj vendin e tij nga duart e mbretit të Asirisë? Ku janë perendit e Hamathit dhe të Arpadit? Ku janë perendit e Sefarvaimit? A e kanë çliruar vallë Samarin nga duart e mia? Kush prej tërë perendive të këtyre vendeve ka çliruar vendin e vet nga duart e mia, që Zoti të mund të çlirojë Jeruzalemin nga duart e mia? Por ata heshtën dhe nuk u përgjigjen me asnjë fjalë, sepse urdhri i mbretit ishte: mos ju përgjigjni. Atëherë Eliakimi, biri i Hilkiahut, prefekti i pallatit, Shebna sekretari dhe Joahu, biri i Asafit, arkivisti, erdhën tek Ezekia me rrobat e grisura dhe i njoftuan fjalët e Rabshakehut. Zbulesa, kapitulli 6. Dhe pash kur që ngjhapi të parën prej vulave, dhe dëgjova një nga të 4 qenjet e gjalla që thoshte si me zë bubullime: Eja e shiko! Dhe pash, dhe ja, një kal i bardh. Dhe ai që ishte ulur mbi të, kishte një hark. Dhe atij u dha një kuror, dhe ai doli jashtë duke fituar dhe për të fituar. Kur hapi vulin e dytë, dëgjova qenjen e dytë të gjallë që thoshte: Eja e shiko! Atëherë doli jashtë një kal tjetër i kuq flak, dhe atij që ishte ulur mbi të ju dha të hiqte paqen nga dheu, që njerëzit të vrasin njëri tjetrin, dhe ju dha atij një shpatë e madhe. Dhe kur ai hapi vulin e tretë, dëgjova qenjen e tretë të gjallë që thoshte: Eja e shiko! Dhe pash, dhe ja, një kal i zi, dhe ai që ishte ulur mbi të kishte një peshore në dorën e tij. Dhe dëgjova një zë në mes të 4 qenjeve të gjalla që thoshte: Një kenik grur për 1 denar, dhe 3 kenik elbi për 1 denar,
dhe mos dëmto vajin as verën. Kur hapi vulën e katërt, dëgjova zërin e qenjes së katërt të gjallë që thoshte: "Eja e shiko." Dhe pash, dhe ja, një kal i zbehtë, dhe ai që ishte ulur mbi të, emrin e kishte Vdekja, dhe ferri e ndiqte pas. Dhe ju dha atyre pushtet mbi një të katërtën e dheut, të vrasin me shpatë dhe me urije me vdekje dhe nëpërmjet bishave të dheut. Dhe kur hapi vulën e pestë, pash nën altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata bërtiten me zë të madh duke thënë: "Deri kur, o Zotëri, o i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe." Dhe secilit ju dhan petka të bardha dhe ju thanë që të preheshin ende për pak kohë, derisa të plotësoj numri dhe i bashkëshërbëtorëve të tyre dhe i vëllezërve të tyre që duhej të vriteshin posi ata. Dhe pash, kur hapi vulën e gjashtë, dhe ja u bë një tërmet i madh dhe dielli u bë i zi si një thes për i leshi, dhe hëna u bë si gjak. Dhe yjet e qiellit ranë në dhe ashtu si fiku hedh fiqte pa arrir kur e tund një erë e madhe. Dhe qielli u tërhoq si një libër që mbështillet, dhe çdo mal dhe ishull u luajtën nga vendi i tyre. Dhe mbretërit e dheut, edhe të mëdhenjt, edhe të pasurit dhe komandantët edhe të fuqishmit, edhe çdo skllave, çdo i lirë, u fshehen nëpër shpella dhe nëpër krepat e maleve, dhe u thoshin maleve dhe shkëmbimeve: "Bini mbi ne dhe na fshini nga fytyra e atij që rri mbi fron dhe nga zemrimi i qengjit, sepse erdhi dita e madhe e zemrimit të tij, dhe kush mund të qëndrojë?"